Jemi gati, po. Atëherë më lejoni fillimisht t'ju falenderoj për kohën që keni kaluar këtu dhe njëkohësisht kërkoj mirë kuptim nga ju që ndoshta zot mund të jem aq i saktë sa do të dëshironi ju sonte, po do të përpiqem që për hir të respektit jo vetëm ndaj mediave të Kosovës, por dhe popullit të Kosovës të prezantoj më së miri atë se çfarë po ndodh tani. Ky është takimi i dytë pas zgjedhjeve të 7 qershorit, me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhja Demokratike e Kosovës që me çdo çmime, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, katërta me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë më tepër se sa për dronë politike. Ishte një takim i mirë, i mbarë, në cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim, të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike, para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën dhe kontributi i LDK-s, po edhe konstelacioni politik ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me kaq vullnet të mirë, nëse s'bëjmë asgjë, dhe vetëm asgjë garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, vetëdijshëm për interesin e vendit dhe vetëdijshëm për politikat që i përfaqësojmë ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër, të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutimet e parimeve, në qoftë se deri me datë 6 gusht nuk ndodh asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale e cila duhet të përfaqësojë edhe siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë, dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për nënkryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet t'japim zgjidhje konkrete. Cilat pozita dihet e përfaqësuar me LDK-ja në institucionet e Kosovës, ata i garantoni dhunën e plotë të deputetëve për votimin e presidentit. E kam thënë shpesh herë, për marrëveshje të mirë, LDK-ja i ka gjitha votat, për marrëveshje jo të mirë, nuk e ka as votën time me sekretari i saj. Pra nuk mund të diskutoj për mbështetje politike pa pasur substancë. Fillimisht duhet të ndërtohet marrëveshja, më pas të prezantohet ajo marrëveshje dhe më pas do të flasim për aritmetik, për numra, për mundësi të realizimit të kështu me radhë. Këtë përpjekje po përpiqemi për balancë institucionale, kërkoj falje që s'mundem më shumë të jap detaj sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë kuptim për këtë çështje sepse po vazhdojmë tuti diskutimet. Po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet, do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në procese tutje, prandaj lus për mirë kuptim. Mund të kemi takime në ditët e vijim, mund të presim konstituimin e kuvendit, më pas kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë dhe 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, se sa më gjithëpërfshirëse më mirë për gjithë. Zoti president konsensual, zoti Abdullah, zoti Kurti tha që ata duan prezident konsensual jo të vetë. Tani prezident konsensual gjem është secili prezident që i merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta. Zoti Kurti tha që marrëveshja politike nuk duhet të mbivendosë rezultatit zgjedhor. A ka tentuar LDK-ja jam mbivendosur përmes marrëveshjes politike rezultatit? Jo, kemi pas dakordancë plot, njëra prej çështjeve bazike që marrëveshjet në tavolinë nuk e përmbysin rezultatin zgjedhor.
Prandaj edhe ju thash në fillim që ne s'kemi asnjë ide të kontestojmë rezultatet zgjedhore, po përpiqemi që brenda interesave të Republikës, rrethonave që jemi tani, të japim më të mirë për Republikën e Kosovës. Ju faleminderit shumë gjithëve. Mirupafshim.